Këto 4 shenja do të marrin një mundësi që nuk duhet ta humbasin. Ndonjëherë një mundësi nuk vjen 2 herë. Ajo shfaqet pa pritur, qëndron vetëm për pak kohë dhe pret që dikush të ketë guximin ta shfrytëzojë. Në ditët që po vinë, energjitë astrologjike tregojnë se 4 shenjat të zodiakut mund të përballen me një rast që ka potencialin të ndryshojë rrjedhën e ngjarjeve. Mund të jetë një propozim, një njohje e re, një vendim profesional ose një zhvillim që hap dyert të reja. Ajo që ka rëndësi është të mos e lini frikën ose dyshimin t'ju pengojë. Le të zbulojmë tani cilat janë këto 4 shenja dhe pse kjo mundësi mund të jetë shumë më e rëndësishme nga sa duket në pamje të parë. Ujori. Për ju, kjo mundësi lidhet me guximin për të bërë diçka ndryshe. Mund të shfaqet një propozim në punë, një ide që meriton të zhvillohet ose një bashkëpunim që ju nxjerr nga rutina. Edhe pse në fillim mund të duket si një sfidë, në të vërtetë është një derë që mund t'ju çojë drejt një faze më të mirë. Në aspektin financiar, krijohen kushte për përmirësim nëse veproni me maturi dhe planifikim. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të afrojë 2 persona që kanë mbajtur ndjenjat e tyre të fshehura. Nëse jeni vetëm, mos refuzoni një njohje vetëm sepse nuk përputhet me pritshmëritë tuaja. Universi po ju fton të provoni diçka që nuk e keni bërë më parë. Demi. Shpesh keni pritur që gjërat të ndodhin në ritmin e tyre, por tani mund të vijë momenti kur duhet të reagoni shpejt. Një mundësi që lidhet me karrierën, financat ose një projekt personal mund të shfaqet pa paralajmërim. Nëse e analizoni me qetësi, do të kuptoni se është një rast që nuk duhet lënë të kalojë. Në punë, dikush mund të vlerësojë seriozitetin dhe përkushtimin tuaj duke ju besuar një përgjegjësi të re. Në dashuri, marrëdhëniet fitojnë më shumë stabilitet, ndërsa beqarët mund të njohin një person që i bën të ndihen të sigurt që në takimet e para. Mos kini frikë të dilni nga zona juaj e rehatisë, sepse pikërisht aty mund të jetë mundësia që prisnin. Luani. Jo çdo fitore vjen pas një betejë të madhe, disa lindin nga një vendim që merret në momentin e duhur. Për luanin, ditët në vazhdim mund të sjellin një mundësi që lidhet me rritjen personale ose profesionale. Mund të merrni një telefonat, një ftesë ose një propozim që ju vendos përballë një zgjedhjeje të rëndësishme. Në punë, aftësitë tuaja do të bien në sy dhe një person me ndikim mund t'ju besojë një detyrë që hap rrugë të reja për të ardhmen. Financat paraqiten të qëndrueshme, por kjo nuk është koha për të marrë rreziqe të panevojshme. Në dashuri, marrëdhëniet fitojnë më shumë ngrohtësi dhe mirëkuptim. Ata që janë vetëm mund të takojnë dikë që hyn në jetën e tyre në mënyrë krejt spontane, por lë një përshtypje të fortë. Kjo mundësi nuk kërkon vetëm guxim, kërkon edhe besim se jeni gati për hapin tjetër. Peshqit. Ka raste kur universi nuk ju jep menjëherë atë që kërkoni, por ju vendos përballë një mundësie që mund t'ju çojë shumë më lart nga sa e kishit imagjinuar. Për peshqit, kjo periudhë favorizon zhvillimet që lidhen me ëndrat, projektet krijuese dhe marrëdhëniet personale. Një person mund të sjellë një ide ose një propozim që ndryshon mënyrën si e shihni të ardhmen. Në aspektin profesional, intuita juaj do të jetë aleati më i mirë për të dalluar një rast që të tjerët mund të anashkalojnë. Në financa, dita favorizon zgjedhjet e kujdesshme dhe planifikimin afatgjatë. Në dashuri, një ndjenjë që ka qëndruar e fshehur mund të shprehet më në fund. Nëse jeni vetëm, një njohje e re mund të vijë përmes një rrethi shoqëror ose një aktiviteti që nuk e kishit planifikuar. Mos e lini këtë mundësi të kalojë vetëm sepse duket ndryshe nga ajo që kishit imagjinuar. Nëse ky parashikim të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj në koment fjalën mundësia nëse beson se universi po të hap një derë të re dhe na trego edhe shenjën tënde. Bëj subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet për të mos humbur asnjë parashikim. Gjithashtu, shpërndaj këtë video me dikë që mendon se ka nevojë ta dëgjojë këtë mesazh pikërisht sot.